Operacioni i përbashkët i policisë së Durrësit dhe Tiranës ka marrë një dimension të ri me fokus të rolit të zyrtarëve shtetëror në eksportet e mbetjeve të rrezikshme të kompanisë Kurum. Hetimet kanë nxjerrë në pash kelje të mundshme të legjislacionit mjedisor nga kompanitë Kurum International dhe Sokolaj, si dhe nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit Dogana e Durrësit dhe kompania koncesionare e terminalit lindor në port. Sipas prokurorisë së Durrësit janë firmosur gjithsej 33 masa sigurie, 26 arrest me burg dhe 7 arrest shtëpie, ndër të cilat bie në sy Arta Dollani, e dyshuar për përfshirje në procedurat që mundsuan eksportin e kontenjerëve me mbetje. Hetimi lidhet me 102 kontenjerë me mbetje të rrezikshme, të cilat u kthyen në Shqipëri pas alarmit të ngritur nga rrjeti i Bazelit që monitoron trafikun ndërkombëtar të mbetjeve. Prokuria po shqyrton gjithashtu rolin konkret të zyrtarëve të AKM-s dhe Doganës në dhënien e autorizimeve dhe lehtësimin e procedurave për eksportim, ndërsa autoritetet nuk përjashtojnë nxjerrimin e listës së personave në hetim. Hetimet synojnë të vendosin përgjegjësitë individuale dhe të sanksionojnë çdo shkelje ligjore që mund të ketë lejuar trafikun e mbetjeve të rrezikshme jashtë vendit.